Të nderuar, u rikthyem me personalitetin e ditës dhe temën e ditës së sotme. Do të flasim sot për sofrën e Ramazanit, për iftaret të cilët ushtrohen studentëve dhe njëkohësisht nevojtarëve në qytetin e Tetovës, një projekt ky i realizuar në këtë Ramazan nga Myftinia e Tetovës, dhe ne kemi nderin që të na nderojë vetë përgjegjësi i këtij projekti, Hoxh Nuhi Gania. Përshëndetje dhe mirë se na erdhat, Hoxh i nderuar. Juve punë të mbarë, nga ana tjetër qoftë një ditë e lehtë për gjithë agjeruesit, teleshikuesit dhe Zoti pa të pranuar edhe këtë ditë, ashtu siç lutemi Allahu t'i kishë pranuar edhe ditët në kaluarën, si dhe qofshin të lehta dhe të pranuara ditët në vijim. Amin, faleminderit shumë, faleminderit dhe që krahas agjendës tuaj na nderoni edhe ne për emisionet tona. Atëherë flasim për këtë projekt që e përmenda më herët, Sofra e Ramazanit 2025. Çfarë projekti është? Duke ditat se Tetova është qytet universitar dhe i kemi di universitetet që në vetë dikundu janë me siguri 20.000 student, pjesa dërmuese e tyre janë nga truhet të ndryshme të vendeve shqiptare, por edhe më gjërë. Kemi patë të nevojshme që si bashkësi islame, pra, në vazhdimsi një projekt i tillë ka vazhduar 3 vite më parë nga një fondacion i cili tani është shkrirë në aktivitetet e saj në Bashkësinë Islame Myftininë e Tetovës. Marrëdhjen e muftiut të ri ka reflektuar edhe një frymë e re, e cila do thotë është zotuar se do të jetë më afër nevojtarëve, më afër studentëve, pra do të shtrejë edhe nevojat në rrafshin social dhe humanitar. Dhe jemi pra dikundin e këto ditët, sot është e 18 ditë, kemi kaluar shumë bukur, kuptohet se organizimi i iftareve, sofrës e iftareve është një sfidë në vete, ata të cilët merren me gastronomi din të kuptojnë shumë mirë kur ti kesh mysafir në 3 sallat të cilat i kemi, ku ushtrohen iftaret, ti kesh numrin e mbi 500. Mesatarja është dikundi 480, po ndonjë ditë kemi më shumë mysafir, po kapacitetet tona janë 520 ulse, vende ku mund studentët të hanë iftarin. Pra është një projekt, do të thoja, sa është fisnik, por është edhe një nder i madh si nga Muftinia e Tetovës, qytetarët e Tetovës, që të jenë në shërbim të brezit, i cili brez nesër do të shohëm në pozicione dhe në sferat të ndryshme të jetës. Pra, të jesh në shërbim të rinis, të brezit të ri, do të thotë se je në shërbim të ardhmës. Sa iftare janë shtruar apo ndryshon nga nata në natë numri i iftareve? Ditët e punës, që janë dita e hanë, e martë, e mërkur dhe njëtë, këto janë ditët që nëse do të kishim vende, hapësira, besoni se 2000 iftare janë kërkesat e më shumë që studentët kërkojnë pra të hanë iftare të këne, por aqë janë hapësira, ne jemi pajtuar me to dhe u kemi thënë studentëve që ne do t'ju sigurojmë iftare gjithë atyre të cilat do të arrijnë të ulen tavolinat, të cilat pra janë të kufizuara fatkeqësisht, dhe kjo është një breng dhe do thoja një që ne të punojmë në të ardhmen, që hapësirat të sigurojmë pak më të mëdha, më të gjëra, që mos kthejmë asnjë student. Iftari i studentëve është jo se i kemi zgjedhur me studentët, nga se vetë kom qenë student dhe rrjedh nga një familje që nuk kam pat probleme financiare, por besoni kur na dhuroni një iftare në ato vendet ku kemi studiuar, ishte shumë një kënaqësi e madhe. E para ishte se na dhuronin ato afërsinë familjare, e cila na ka munguar neve në ato vende të larta. Unë kam studiuar në Kairo të Egjiptit në Afrikë. Dhe pikrisht dhënia e iftareve në Tetovë që e japim është që ne t'ju dhurojmë dashuri, t'ju dhurojmë një komoditet studentëve, edhe pse atyre ju mungon shtëpia, ambienti familjar, që ata ta kuptojnë se Tetova është një shtëpi e madhe, e cila i ngërthen në vete dhe ju dhuron dashuri studentëve. Dhe pikrisht pra dita e hanë, e martë, e mërkur dhe e njëtja, përderisa që ndrojnë në ligjërata,
deri të premten, po të premten ato një pjesë e madhe, pasi që përfundojnë me ligjëratat të udhtojnë për në shtëpi, po përsëri neve na ngelen një iftar prej 550, 520, na ngelen në 280, 300. Përsëri është një darsëm e marrë. Pra, e hanë e marrë të mërkura edhe ejtë janë, do të thoja, darsma të mëdhaja të cilat ne i shtrojmë janë hapësira është 3 katëshe, 2 janë sallat dedikuara për studentet, ndërsa njëra sallja u kemi bë pak me hile djemve, i kemi futur në një sallë pak më të madhe, ato janë dikundi 220. Pra, këto janë ditët të cilat ne jemi më të angazhuar, pra ditët e punës, ndërsa vikendet e premtja, shtuna e diella jemi pakës më të relaksuar nga se kemi hapësira të gjëra dhe ka ushqim të mjaftueshëm për studentët të cilat ngelen, e ata me siguri dihet se janë pjesa dërmuese e viseve pak më të largëta, siç janë të Shqipërisë, të Kosovës, të Luginës së Preshevës, dhe nuk është edhe sekret, tregojmë se ne kemi studentë të cilët anë iftar janë nga Pakistani. Vitin e kaluar kemi pat një pjesë dërmuese, pra një numër i caktuar ishin studentët dhe nga Taxhikistani, të cilët janë pra studiojnë në Universitetin e Shtulit. Por më në fund, nëse rrumullaksojmë, gjithë kjo ka një simbolik të veten. Tetova i bashkon gjitha troje shqiptare, por Tetova është epiqendër që të bashkojë edhe viset jashta Ballkanit, pra sikur që është Pakistani i largë dhe Taxhikistani. Përveç që është një projekt i Myshtinisë, a donojnë edhe njerëz bamirës? Po, dihet se gjitha aktivitetet të cilat i ka në vete Bashkia Islame, konkretisht Muftinia e Tetovës, por edhe fondacione dhe shoqata tjera të cilat veprojnë, burimin e vetëm e kanë bamirësit, njerëzit të cilët janë zemër gjerë, të cilët u prinë apo i mbështesin këto procese. Pra, është një numër i madh i miqve të cilët e kemi pat në të kaluarën, të cilët nuk na kanë kthyer shpinën apo të na kishin braktisur. Kemi, nëse marrëm ajo sofra e iftarit është sikur sofrat e iftarit që i kemi në shtëpi, apo në një restoran, fillon nga hurma, me pije të pakufi, pra janë, pije të licencuara, pra të cilat ne u themi që janë brand. Pastaj është meni kryesor, është me të shoqërohet edhe sallata, jeshile dhe më në fund përfundojmë edhe me një ëmbëlsirë. Nëse nisemi prej nalt shkojmë poshtë, ëmbëlsirat të cilat i shtrojmë brenda javës, në orarin javor që kemi, janë produsit e ëmbëlsirave të cilët kanë mbarë mbi vete, kjo është viti i 4, që dhurojnë ëmbëlsira falas dhe nuk është numri i vogël, janë fjala vjen një ditë një restoran i cili organizon ka pra edhe për punë dasmash edhe ahengjesh tjera, dhuron 550 ëmbëlsira dhe ato e ka brenda Ramazanit 4 herë brenda Ramazanit. Pra i kemi 7 ditët e javës, se cili restoran apo prodhues ëmbëlsirash e ka marrë mbi vete me qejf, duke bile kemi probleme se dëshirojnë edhe tjerët të futen në këtë projektin e ëmbëlsirave, por këto të cilët e kanë që 4 vjet nuk lëshojnë penjë, pra nuk duan ta humbin shpërblimin dhe thonë oxho ne kemi qef ta mbajmë është dita e hanë e dikuj dhe nuk duhet i përmendi emrat nga se e bëjnë për bamirësi dhe shpresojmë që Zoti i shpërblej për gjitha që kanë bërë dhe në të ardhmen të jenë gjithë një krah studentëve, duke lutur Zotin që Zoti t'u shtojë edhe bereqetin në punë. Për sa i përket bukës si bukë, jo ushqimit, para bukës si bukë, pitalkave ne kemi një fabrikë e cila është mirënjohur në Tetovë me prodhimin e bukës dhe të pitalkave. Interesant është se kur e kemi kërkuar ndonjëherë që të na bjerë bukën pak më herët, nga se bie edhe bukë dhe bie pitalka duhet të coptohen të priten. Pa të thënë njerë, oqo lem se kam qef të abi në fund bukën e fundit, furës fundit, duke që studentët të hanë të ngrohtë shumë. Dhe besoni se shpesh studentët thonin, oqo nuk ka nevojë ushqim tjetër, mjafton era e bukës dhe vetëm bukën do të hamë thatë. Pra. Krejt kjo bëhet në baza vullnetare dhe duke kuptuar pra gjithë kjo
Ky aktivitet kaq madhor, besoj se është reflektim i besimit, i cili besim ka mbjell në zemrat e tetovarëve dhe më gjerë atë shpirtin human që gjithmonë të jenë në krahët të brezit të ri. Përveç këtyre që përmendet, ka edhe vullnetarë që ndihmojnë në servimin apo në shtrimin e sofrave? Kjo është çështja e iftareve ka moneda ka dy anë, medalja ka dy anë. Dhe kjo pjesa e shtrimit të iftareve, unë do të thoja është si një kutia me shumë anë, me 8 anë. Njëre nëse është porositja ushqimit. Kemi një student i mirë, një miku jon i cili është i Tetovës, i cili mban lidhjet e kontaktit mes studentëve, numri që duhet të lajmërohen, dhe qendrës e cila përgatitën ushqimin. Kjo është puna e parë që bëhet. Akoma pa më filluar pra të ulemi për të shtruar iftarët. Pjesa tjetër është përgatitja ushqimit nga kuzhina, e cila kuzhinë ndoshta nëse dikush është nga donatorët më të mëdhej, që ky viti 4 që ai përgatit ushqimin, është pikërisht kuzhina, e cila besoni se aq ushqim të mirë bën, ndërsa çmimi të cilin ne e paguajmë është shumë është i ulët në krahasim me çmimet reale të cilat janë në treg dhe në gastronomi. Kjo është e dyta. Pastaj është furnizimi i sallave me pijet, kjo është një front tjetër, me gjëra të cilat i përcjellin, sikur që janë letrat mbuluese të tavolinave, të pjatave të plastikës ku aty servohen ëmbëlsirat. Gjithë kjo është diçka të pritja ardhjes së ëmbëlsirave dhe paraprakisht përgatitja e sallës, që duhet të jetë e pastër, të plotësoj të gjitha kushtet higjienike, dhe këtë e bëjnë tek sallat ku janë vajzat, pra studentët, i kemi vajzat e mektebit, të cilat janë shumë të reja, janë vajzat të cilat janë klasa e 7, 8 e 9, që janë edhe agjërueshëm dhe punojnë diku afër 1 ore gjys, punojnë në përgatitjen e sallës, deri në momentin kur do të vi ushqimi i ngrohtë për të servuar, pastaj janë disa të cilat pak kanë përvojë pak më të madhe në shpërndarjen e ushqimit, pra në pjata, dhe përsëri kemi vajzat ato të cilat e shpërndajnë nëpër tavolina, se iftari nuk është si restoran. Restoran mund 5 dakika dhe 20 minuta ta presësh ushqimin, ndërsa sa i përket iftarit, iftari dihet se me thirrjen e ezanit duhet secili të fillojë të hajë ushqimin, pra është një do të thoja një luftë e papar që ndodhen aty, po Zoti jep shumë bereqet. Bile ishte vjet një studente duke përcjell komplet atë aktivitetin ton. Tha, Oxho, apo tha pak i jashtë kam disa fjalë. U mërzita, thash mos e ka shqetësu dikush. Tha duhet vetëm të ju përuroj për aktivitetin që bëni dhe çdo gjë në detaj është, nuk mungon asgjë. Thash fal, po ti çfarë merr vesh nga kjo anë? Se unë kollaj, unë kom punu 35 vjet në gastronomi, ne kemi qenë Dubrovnik atje, dita eci këtë projekt, këtë punë. Tha, Oxho, tha, ne kemi, tha, jam nga Struga, kemi një restoran Darsmash, dhe tek ne, tha, kur bëhet porosia, tha, rezervimi njeri Darsmash, se dim filan date, filan familje ka Darsman, janë 300 misafir. Tha, kur vin, fillon mbushet salla, kur bëhen 200, tha, fillojmë t'i humbim gjërat në restoranin tonë, nuk i dim ku janë pjatat, ku janë lugët, ku janë gotat, ata aq bukur tek ju është çdo gjë në vend dhe në kohë. Unë thash mirë, këtë e ke hetu. Po thash, a e di diçka tjetër që është ajo që ti fare nuk e hetuar? Thash, e këto vajzat që këto të vogla, to janë agjërueshëm, për plus nuk janë profesioniste, nuk janë kamariere këto. Dhe beso vitin e parë që kemi shtruar iftarët, i kemi pat krejt të porcelanit. Këto 2 vitet e fundit i kemi të pjatave vetëm të ëmbëlsirave, tjera të krejt porcelan, 4 pjata. Pjata e sallatës, pjata e ëmbëlsirës, pjata e ushqimit kryesor dhe pjata e supës. 4 pjata, 10.000 iftare. Here 4 bëjnë 40.000. As edhe një pjatë nuk është thyrë. Kjo edhe bile pa ta thënë, një shoku duhet ne të
garojmë për çmimin Genis, pra, se kemi arrit, pra, e kemi thënë të gjitha matematikat dhe ligjin e fizikës, se në shtëpi kur kemi ndonjë ahenk, janë diku një 15 misafir, një 3 gota thehen, një 2 pjata i ndëgjojmë atje kabin poshtë në disheme dhe thehen. Pra pikrisht, mendoj se tek ne, në iftarin e studentëve, kinse Allahu Zoti vendos atë sigurin absolute, nga se është shumë i kënaqur me atë që ndodh, pra të jesh pra një koqir i brezit të ri. Ju përgëzojmë për gjithë punën të cilën ju e bëni së bashku me gjithë ekipin dhe stafin tuaj. Por megjithatë kemi dëgjuar edhe për një tjetër aksion që kanë ndërmarrë të rinjët e xhamisë Gamgam, ku ju dhe jeni imam, për të ndihmuar në sofrën e Ramazanit të këtij viti. Ne si tetovar ne jemi shumë mikpritës, kjo është të dëshmuar, dhe kemi shpirt shumë human, jemi shumë zemërgjer. Gjitha kjo jo se janë fjalë, po janë punë të cilat janë të dëshmuara. Dhe duke patë atë se unë jam imam i xhamisë së Gamgamit dhe unë gjithmonë besoni një pjesë madhe të ligjëratave unë nuk i lam banësh nevojat që i kanë breziri, po pse jo dhe i prekim të gjitha temat të cilat janë e përditshmja jonë, dhe duke qenë të ndikuar ata nga ajo se imami është pjesë e pandashme aktiviteteve atje në shtrimin e iftareve dhe të këshillit të xhamisë, pra u bë iniciativa për tubimin e secili xhamat paguaj një iftar. Se xhamia Gamgamit dikundi hapësirat që i ka brenda dhe jashtë, i te kalon 2000 xhamat të cilët falin ditën e xuma, të cilët janë njerëz të cilët punojnë në institucione, që nga komuna, gjyqi, spitali, institucione tjera të cilat i kemi përvet, me që se xhamia Gamgamit është xhami e çarshisë së qytetit. Dhe unë bëna një apel tash duke mbështetur iniciativën e të rive të Gamgamit. Tash xhamat nuk kërkohet, me që se xhamati i Gamgamit është dëshmuar shumë. Vetëm me rastin, do të kujtoj vetëm me rastin e tërmetit në Turqi që ndodhi në Siri para 2 viteve, janë të buar rekord 18.555 euro aty për aty. Do të i theu të gjitha rekordet, kjo të regon se farë xhamati bujar dhe të dëshmuar ka xhamia Gamgamit, të namazit të xumas flas, dhe u thash xhamatit, shefeni, thash, nuk ka nevojë në dëgjojmë shumë pare. Mjafton një 50 denar, 100 denar, që ne të dëshmojmë se ne jemi në aktivitetet e bashkësisë. Kur flas bashkësisë, se pse ka sukses shumë bleta si blet, nga se është e organizuar si bashkësi. Pse ka suksese në vetë mbjetimin e melingonës, nga se ata jetojnë në bashkësi. Dhe punët që bëhen në bashkësi, ato kanë edhe bereqet shumë të madh. Dhe aty për aty u të buan, pra, dhe kur i kanë numëruar në monedat, janë vetëm 4 moneda ka pat ka 50 euro, tjerat këtë kanë qenë ka 50 denar dhe nga 100 denar, aq sa kërkova edhe unë. Dhe me këtë kanë dhënë një shembull të madh rinia e Gamgamit me këshillin e xhamisë që të ngrejnë vetdijen e rinis dhe të xhamive tjera të cilat duhet edhe pse janë në mbështetje, po pakës duhet të jenë pak më aktiv dhe ta dëshmojnë veten se janë në shërbim të studentëve. Ky aksion do të vazhdojë deri për Bajram, apo jo? Deri në ditën e fundit të Ramazanit? Derisa ti kemi studentët këtu. Vitin e kaluar ishte ata ikën 2 ditë para dhe me që se nuk ka student dhe përfundon pra aktiviteti, do të shohim si vjet lajmërohen ato. Ne kuptojmë se kur shkojnë studentët, iftarin e fundit, jo fundit ne që mendojmë, por i fundit i tyre kur i të bëjmë pjata dhe gjejmë mesazhe, falenderime, të cilat janë shumë të prekshme në pjata. Dhe ato na japën motiv, zemër, shpirt që ne akoma ta shtojmë vullnetin për pjekjet tona që ne të jemi në shërbim të studentëve.
Do të thënë, ky projekt nuk është për studentë të cilët janë në nevojë, por për studentë për të kursyer studenti. Për të kursyer kohën e tyre. Për ta patë iftarin e të studioj atje, të qëndrojnë ligjërata, nuk është iftare të njerëzve të cilët janë fukarej. Kam shumë miq ande nga Kosova dhe nga sa atje kom përfunduar shkolla në mesme fetare të medresen dhe një doktor profesor më tha një ditë on nu, se ato nuk thonë nuhi on nu, tha ditha se për iftaret tuaja besohet flitet në për ndeje, në për salone, në për kafene, kafiqa, në për ambëltore, tha se ti tha si ke vetë ato, thojnë, si ke pyetje ato studentët se kush janë. Thash valla si kom pyetje, unë dera qelë, janë studentët të vinë këtë. Tha unë të regoj, tha. Në iftaret tuja, tha, hanë të gjitha shtresat e studentëve të cilët vinë nga Kosova, tha për tjera nuk di. Tha hanë fëmijët e milionerave, fëmijët e fukarenje, fëmijët e politikanëve, fëmijët e estradas, fëmijët e tyre, thotë studentët që janë. Dhe pikrish kjo neve na bën që të ndihemi krenar se këto iftare janë enkas për studentët. Edhe pse ka patë kërkesa që ne të shtrojmë iftare edhe për shtresat të cilat janë të varfëra, por projektin të cilin e kemi të radhës si Bashkësi Islame, si Muftini e Tetovës është funksionimi i mezës apo kuzhinës për njerëzit të cilët kanë nevojë, pra janë të vobekt, i cili do të funksionoj 365 ditë. Kuzhinën e kemi të gatshme, vetëm pritet montimi, dhe ky projekt unë mendoj se shumë lehtë do të realizohet, nga se pikrisht ata të cilët e kanë bërë gjallë universitetin në fillet e saj të para, ata të cilët i mbajnë gjallë dhe i mbështesin studentët, familjet me nevoja. Nga e kaluara ne kemi përvojën që brenda më pak se 3 vjet ne kemi dhuruar një shtëpi 120 metra katror me qelsa në dorë dhe 4 banesa. Dhe këtë vit atë kemi si aksion në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, do ta bëjmë publike, pra do të vendoset pra o ndërtimi një shtëpi të një familje e cila ka kushte ekstreme të banimit, apo të dhurimit të një banese, të një familje, qoftë me jetima, apo me nevojat që ka një familje. Pra, këto do t'jenë aktivitetet të cilat do t'jenë në vazhdimsi. Dhe me qëse në nivel republikan Bashkia Islame edhe ka bursat të cilat i dhuron në bashkëpunim me Universitetin e Tetovës, do thotë se gjithë kjo është ajo ana që ne duhet më tepër ta zhvillojmë dhe besoni se do të shkojë shumë lehtë atje ku është qëllimi i mirë, aty është edhe suksesi. Padyshim. Meqenëse se të rinjët janë pjesa më vitale e shoqërisë dhe studentët konkretisht pjesa më vitale e shoqërisë, ju keni përzgjedhur pikërisht këtë shtresë të shoqërisë që ta ndihmoni dhe uroj që Zoti t'ju shpërblej për të ndërlidhur edhe me rastin që ndodhi me të rinjët në qytetin e Koçanit, duke shprehur ngushëllime familjarëve. Nëse do të shoni diçka tjetër në lidhje me këtë pjesë? Besoni se edhe tek studentët kemi jetuar se edhe ato janë të mërzitur, të pikëlluar, si çdo kush tjetër, nga se Zoti edukon besimtarin që ai të jetë në shërbim të jetës dhe humbja e jetës së një pjesë të madhe të kompleta atyre të rive atje në Koçan ka prekur çdo një i cili është prind apo që është i moshës së viktimave të cilët humbën jetën, shfrytëzojmë nga rasti që familjarëve t'ju përcjellim ngushëllimet tona duke lutur Zotin që t'i forcojmë me durim, ta përballojnë ta tejkalojnë këtë dhimbje të madhe dhe ta kuptojnë se jeta duhet të vazhdojë. Dhe nga ana tjetër lutim Zotin që kur mos ndodh që jo një njeri, po edhe një gjallës, një kafsh, të humbë jetën në një fatkeqësi. Sigurisht. Flasim edhe pak për çështjen e bamirësisë. Cila është vlera që ka bamirësia në fenë islame? Të kalojmë pak në profesionin tuaj të teologjisë. Zoti kur flet për punën e bamirësisë është interesant se e ka lidhur ngushtë edhe çështjen
pjesës së praktikës pra të adhurimeve të cilat janë dhe e ka bë pjesë të ibadetit, të adhurimit edhe anën e humanitetit. Kur flet për të devotshmit, dihet se muaji Ramazanit është muaji i cili qëllim ka ngritjen, përsosjen e besimtarit në devotshmëri, ndërsa në ajetet e para, minjëherë ku të renditjes së sureve në Kur'an, të surës Bekare, Zoti kur flet për Kur'anin, pra Kur'ani është burim kryesor i fesë islame, tregon se ky libër është udhërrëfyes për të devotshmit, e ata të devotshmit janë ata të cilët besojnë në Zotin, falin namazin dhe japin nga ajo që është dhënë. Pra nuk e ka ndajt fare besimin në Zot, praktikimi i adhurimit dhe bamirësia, dhënia, lëmoshës, sadakas, fitrit, zeqatit, pjesë e pandashme do të thoja e formimit të një besimtarit. Dhe nga ana tjetër, Zoti kur ju drejtohet njerëzve besimtarëve, thot, a ka kush që më jep mu hua? Zoti nuk ka nevojë për huazim. Por nxit besimtarët që ata të japin dhe kush më jep thot mua, a dihet kush janë ata të cilëve duhet t'u japim? Duhet t'u japim ne njerëzve të cilët kanë nevojë. Thot, unë ja u kthej shumë fish. Dhe në këtë moment unë do të përcjell tek shikuesit e TV Kuhës se sot më shumë që kanë nevojë se sa jetimet nuk ka kush. Sa ai nuk e ka një prind, apo nuk i ka dy prindët. Dhe me to është Zoti. Nga se Zoti i ka sprovuar me marrjen e prindërve, por mëshira e Zotit reflekton tek jetimet përmes nxitjes dhe edukimit të besimtarëve që ata të jenë shumë të kujdesshëm dhe t'i trajtojnë më ndryshe jetimet. Folet se një pasanik paska ecë rrugëve të qytetit dhe qenjen me një skaj shef një fëmijë, i cili fëmijë ishte i ulur në trotuar dhe kishte një kore buke në dorë, bukë që nuk dihi kur kish dal nga fura. Dhe sa herë që e kafshonte atë bukën, bënte zhurmë ajo, kërsitte ajo korja e bukës dhe i dilnin lotët nga syt. Unë dalë dhe i tha, ti çun, çfarë bën këtu? Tha, unë e pres Zotin, të vite më marr. Unë dalë, tha, si është e mundur Zotit të vite të marr? Tha, nga se nëna ime pak para se me ndruar jetë, tha, unë të latë e Zotit dhe Zotit do të vitë të marë. Dhe nëna ime asnjëherë nuk më ka gënjur mu. Dhe këti u mu të shënësit me lotë, u mërzit shumë. E i tha, mas gjatë dorën se mu më ka dërguar Zotit të marë. Nga jo mundime që i kish pa ta i fëmija rrugve, andej këndej si jetim, i thot, shumë mirë që erdhe, po pse be burru vonove shumë, se shumë kum pat nevojë të vish në kohë. Andaj e jani që në kohë jetimave të ndihmojnë. Jetimi kur t'i mbush 3-40 vjet, kur sistemohet, kur të edukohet, kur ta rregulloj çështjen, standardin e tij, atë s'ka nevojë më ne ta ndihmojmë. E jani pra në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit të reflektojmë atë që Zoti don nga besimtari, që besimtari të zgjat dorën për gjithë ata të cilat kanë nevojë e në veçanti ndaj kësaj shtresë shumë të ndihshme që është. Që ai mos e kuptoj se i mungojnë prindërit. Mjafton që ne t'i dhurojmë të gjitha të mirat materiale, por edhe dashurinë fëmijëve, jetimeve, t'i rritim ato sikur fëmijët tanë. Cila të ishte porosia për në fund, me qenë se ju gjatë gjithë kohës datë porosie dhe mesazhe shumë të bukura, por urtësia ndoshta e ditë kësaj që e përmendëm, që ka të bëjë me bamirësinë, me sofrën e iftarit, me ndihmën e studentëve. Mësoni se çdo gjë që japim, ajo që japim, ka thënë pejgamberi alayhis salam, tregon se kur paska thërë një kurban pejgamberi alayhis salam dhe i ndan 3/4 e mishit të kurbanit, ndërsa një pjesë e ndalën dhe bashortja e pejgamberit alayhis salam i thot,
o pejgamberi i Zotit, i dham 3 të 4 të tjerëve, ndërsa një e ndalëm ne, i thot jo, thot, ato 3 të 4 të janë tonat, këtë që kemi ndalë nuk është e jona. Pra, atë që jep, ajo është e jona. A do t'a gjejmë. Dhe Zoti për to ka garantuar për ata të cilat janë bamirës, të cilat janë dordhan, për ta ka përgatitur pra shpërblime të mëdha në botën e ahiretit, por nuk e le kontributin e tyre edhe në këtë botë duke u shtuar pasurinë, duke u dhuruar harmoni, dashuri dhe shandet. Nga se pejgamberi alayhis salam ka thënë kushdon që ka probleme në shëndet, ka thënë dhuroni sadaka që Zoti t'ju shëroj. Pra, pjesë e lumturisë tonë është edhe dhënia e sadakas. Pse? Nga se kur ne i ndihmojmë dikujt tjetër, ai lutet për ne. Dhe Zoti pranon lutjen e atij i cili vërtet është i kënaqur me njerëzit. Andaj mesazhi im do të ishte që jepni e mos merrni. Nga se profeti Allahut ka thënë, Allahu e don dorën që jep e jo që merr. Dhe nuk besoj që do të kishte mesazh më të bukur për të përmbyllur këtë intervistë. Ne ju falenderojmë shumë që ndat nga koha juaj për të na nderuar, duke ju uruar punë të mbarë dhe lutim Zotin që ju shpërblej për kontributin që ju jepni. Falenderojmë edhe një herë televizionin Koha, i cili gjithmonë na ka mbështetur në projektet tona, është miku më i madh i Joni, dhe uroj të keni suksese dhe ta kaloni sa ma lehtë edhe një sfidë që patët me djegjen e një pjese të studios, por përsëri mendoj se është në fatkeqësi ka fat që nuk ka pat viktima apo të merrte për masa pak më të mëdha zjarri. Edhe një herë faleminderit, miru takofshim herave tjera. Faleminderit dhe juve. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ndërka ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër.